Përshëndetje vajza dhe djem, mirë se erdhët në Maki Makau, shtëpinë më të bukur të qytetit. Unë jam Maki Makau dhe këta janë kokë Çekiçës. Ne do të argëtohemi pafundme. Maki është duke marrë një sy gjumë tani. Mos! Teknologji primitive për argëtim. Shumë zbavitëse kjo. Sidomos kur argëtohen duke kapur zjarrin. Ma gjepsese. Për të radhën tonë Stitch, Maki mund të jetë në një garë djegjesh, por mua më pëlqen ky vend. Është familjar. Pse të mos vim më shpesh këtu? Ja përse. Siguroni të lini një bakshish të mirë. Eja Stitch, ka çmime që duhen fituar. Një perl goce teti e vërtet. O të bëhemi multimilioner. Por unë nuk kam asnjë monedë. Ura! Për kolysët jashtë toksor! E kape! Agatha! Hej! Ule atë! Çfarë po ndodh me ty kështu? Nuk ishte faj Stitchit, makineria e mashtroi. E pash, ai po përpiqej të fitonte. Ai shikon. Më fal, mere. Mund ta mbash. Vetëm largo. Eja, Lilo. Lilo! Të lutem, më thuaj mbaruat? Ti e ti si reagon ai nuj? Po thuaj se I kisha përgjumur për ta mashtruar. Ti dhe fjalën me shkronjën B. Kur mos e thuaj fjalën me B. Do të thuash banjë? Përse më torturon? Wow! Shiko kush erdhi I mbuluar me shkum. Duke ja mbathur nga tualeti, ha? Po mendoja, ku është Stitchi? Kush e di, ndoshta nuk mund të jetë në vendin e rrobave të papastra. Oh, jo! Përfundimisht nuk është atje! Në rregull atëherë, po largohem. Miru pafshim. Miru pafshim. Të kapa! Nëse bashkëpunon, të premtoj nuk do të të mbys. Sa pizza dhe soda mu të mbajtë të mbathura të një alieni? Po shkoj të marrë pijamat.